Dy drejtues gomonesh janë dëshkuar me mbi 1 milion lek gjoba në total dhe mjetet e tyre janë bllokuar pasi lundruan pranë vijës bregdetare duke rrezikuar sigurinë e pushuesve në plazhet e jugut. Rasti i parë u evidentua pas denoncimit të qytetarëve, të cilët sinjalizuan praninë e një gomoneje që po lëvizte shumë pranë bregut në plazhin e Potamit. Pas ndërhyrjes së policisë kufitare, mjeti u lokalizua në zonën e Drimallës dhe u bllokua. Drejtuesi, shtetasi me inicialet HL, u ndëshkua me gjob prej 500.000 lekësh për shkelje të rregullave të sigurisë në lundrim. Ndërkohë, gjatë patrullimeve të rregullta në vijën bregdetare, uniformat blu konstatuan dhe një gomone tjetër që lundronte pranë bregut në zonën e plazhit të Hidrovorit. Edhe ky mjet u bllokua, ndërsa drejtuesi, shtetasi me iniciale ESH, u gjobit me 510.000 lekë. Sipas verifikimeve, ai nuk kishte as dokumentacionin e detyrueshëm për mjetin lundrues. Policia kufitare bën me dije se kontrollet do të vijojnë përgjatë gjithë sezonit turistik, me fokus garantimin e sigurisë së pushuesve në zonat bregdetare. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo rast të shkeljes së rregullave të lundrimit që mund të rrezikojë jetën dhe sigurinë në det.